Ora News siguron pamjet e ekzekutimit të biznesmenit Edmond Mëhalla mbrëmjen e së dielës në Elbasan pranë një karburanti që 43 vjeçari kishte në pronësi. Kamerat e sigurisë kanë fiksuar pikërisht momentin kur autori i krimit e qëllon 43 vjeçarin. Marcelo Arani, 32 vjeç nga Elbasani dhe Armando Kolla, 35 vjeç nga Lezhë, janë shpallur në kërkim si autor të ekzekutimit të biznesmenit Edmond Hyka alias Mondi Mëhalla mbrëmjen e së dielës në Elbasan, konfirmoi policia që thotë se ka arritur të zbardhë të plot krimin bazuar në prova. Në pranga janë vënë 32 vjeçari Gino Ago, i cili rezulton të jetë një ish ortak në biznese me 43 vjeçarin Mëhalla, i dyshuar si bashkëpunëtor në vrasje, pasi rezulton se i ka dhënë automjetin ekzekutorëve, ndërsa 52 vjeçari Kujtim Pisha, roja i karburantit Xhaxhi Oil, pranë të cilit u shënua ngjarja, u arrestua me akuza të moskallëzimit të krimit, pasi nuk ka dhënë informacion. Faktet e siguruara gjatë hetimit, sipas burimeve, sugjerojnë se vrasja e Mondi Mëhallës është pasojë e konflikteve të kohëve të fundit, që sipas të dhënave lidhen me mosmarrveshje për ndarjen e fitimeve nga veprimtaritë në biznese. Por deri në këtë fazë detajet mbeten duke u verifikuar. Policia thotë se 32 vjeçari Gino Aga, që rezulton të ketë qenë ortak në 2 biznese me Mëhallën, i ka dhënë makinën e tij Marcelo Aranit.